vërtet falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhalla shanuhu. Vetëm atë falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që Allahu xhalla shanuhu në zënë në rrugën e drejtë nuk ka kush që largon prej saj, dhe ai i cili me vetë dëshirë gjen humnerën nuk ka kush që ta udhëzoj përveç ndihmës së të Madhit Allah. Përshëndetjet e selamet ja dërgojmë të gjithë pejgamberëve të Allahut xhalla shanuhu e në veçanti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbar familjes ummetit të tij, së të gjithë atyre që e kanë ndjekur e ndjekin dhe do ta ndjekin në rrugën e tina deri në ila yawmul qiyamah, deri në ditën e Kiametit. Të nderuar xhamat, në çanse në ligjëratën para namazit xumos për rreth historikut të çavës, këtë hutbë do t'ja kushtojmë pak minuta inshallah. Haxhi një udhtim më i bukur në jetë me të cilën e fitojmë xhenetin. Fjala hax në kuptimin gjuhësor, në kuptimin etimologjik do të thotë udhtim, rrugtim. Kurse në aspektin terminologjik të jurisprudencës islame, hax do të thotë një udhtim i veçantë në kohën e veçantë me një të caktuar. Por nuk mundum në bazë këtij definicioni nuk mundum me kuptuar se haxhi është vetëm një udhtim, por është një udhtim, është një rrugtim i veçantë në kohën e veçantë dhe me niyetin e caktuar për më hax. Muslimanët me njëherë pas përfundimit të muajit të Ramazan, ata të cilët i kanë kushtet financiare dhe e kanë shëndetin, me njëherë pregatiten për një obligim tjetër që i Madhi Zot xhalla shanuhu e ka obliguar, pra për me kryerjen e haxhit. Një obligim i radhës me një mos Ramazanit. Me qenë se Ramazani është një obligim për me arrit devotshmërinë, për me arrit takvallahun, atëherë edhe haxhi hiç më pak është prej atyneve obligimeve që të bën me qenë i devotshëm, që të bën me qenë i sinqert. Nëse objektivi kryesor i agjeruesit ishte arritja e devotshmërisë, atëherë haxhi është si një detyrë jo pak më e mundshme fizikisht, edhe e synon për këtë synim që e bën të devotshme. Agjerimi na kalon, agjerimi na dërman, ka vështirësi të veta, por edhe haxhi hiç më pak nuk është që nuk e mundon shëndetin e njeriut. Është madhështore shkolla hax për muslimanin, nga se ai gjatë namazit 5 herë në ditë i drejtohet Allahut xhalla shanuhu në drejtim të Ka'bës. Pra i drejtohet në drejtim të Ka'bës bekume, kështu që ai apo ajo tër jetën e vet e bën me kiblen. Kiblen në drejtim të Ka'bës. Është pra me Mekën e shenjtë. Mua të ku është edhe bendindja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ato është xhamia e parë, e ndërtuar mbi këtë sipërfaqe të tokës, të cilën Zoti xhalla shanuhu e ka bërë vend ku të bëhet adhurim vetëm atij. Për këtë arsye haxhi e prezanton një dëshirë të muslimanit që vazhdimisht rritet, edhe kur nuk zboglohet derisa të realizohet. Për më tepër për haxhin është një prej shtyllave, është një prej shtyllave të pratë shtyllave të fesë islame. Haxhi është adhurim fizik nëpërmjet njëtit që e bën në njërin aspekt, por edhe në pasuri me në një aspekt tjetër. Pra, haxhi është shtyllë prej shtyllave të islamit. Bunja l-Islamu ala 5 shahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamu s-salat wa ita'i zakat wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Ka pejgamberi alayhis salam në hadithin që është i gjatë, që vjen me marrë mëse njerëzit Gjibrili alayhis salam, që Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla, dëshmia se nuk ka zot përveç Allahut, falja namazit, dhënia e zakatit, agjerimi i Ramazanit, wa hajjul edhe shkurja në hax, pra obligimi haxhit. Ashtu si gjithë urdhnat e Zotit xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu që kanë urtësi për të shkuar për që na obligon i Madhi Allah për na urdhëron, ashtu edhe urdhri përmes Kuranit që Zoti xhalla shanuhu na urdhon në ajetin kuranor: "Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila",
për hir të Allahut, vizita e shtëpisë e Qabës është obligim për atë i cili ka mundësi udhëtimi tek ajo. Tubimi, bashkimi i muslimanëve të ardhur nga vende të ndryshme, me roca të ndryshme, me ngjyra të ndryshme, me gjuhë që flasin gjuhë të ndryshme, është një vend dhe një qëllim duke ju drejtuar Allahut xhelle shanuhu me lutje, me falje edhe me adhurim në një gjuhë të përbashkët, e forcon vllaznimin edhe e forcon unitetin islam. Kur është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është pyetur më i dashuri i ynë Muhamedi alayhis salam për veprat më madhështore, për punët më në vlerë, në hadithin të cilën e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, është përgjigjur se është e para besimi në Allahun xhalla shanuhu. Pastaj kush ka Rasulullah? El jihadu fi sabilillah, lufta për hir të Allahut, e pasaj kush ka Rasulullah? Haxhi mabrur, haxhi i pranuar. Dhe njëherë të tretën e llogarit prej veprave më të mira, prej veprave më të mira. Pra veshja e muslimanëve me rrogën e quajtur ihram, cita të qoftë gjendja e tyre që është i pasur, i bakër, i shkurtë, i gjatë, e kujton takimin ditën e mahsherit, e takimin ditën kur kena me dalë para Allahut xhelle shanuhu ve xhelle xhelaluhu. Se çfarë vlerash ka haxhi, flasin numër i madh haditheve të pejgamberit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për cilave ne po e veçojmë hadithin të cilën e transmeton Ebu Hurajra, i cili ka thonë në një rast kur është pyetur pejgamberi alayhis salam, edhe e ka mbajtur hyrben, ai tha: o popull, Allahu ka urdhëruar ta vizitoni Qabën dhe ju vizitojeni. Një prej sahabëve thonë dhe thotë: ja Rasulullah, a çdo vit? Pejgamberi alayhis salam heshti, nuk i ka përgjigje. Arrin një kohë, thotë: ja Rasulullah, a për çdo vit? Pra pejgamberi alayhis salam po heshti, nuk i ka përgjigje. Për tretën herë për vetë, thotë: ja Rasulullah, a për çdo vit? Tash të pejgamberi alayhis salam, po t'ju kisha thonë po, ishtë po obliguar që për çdo vit me kry haxhin. Po thotë: lërni cilët, kur t'ju thonë për me përfundue, për me kryer një urdhë, kryeni ashtu siç ju thonë. E mos këshirni me nxjerr edhe tira sana sikur popujt e tjerë që kanë ndodhur me pejgamberta e më parshëm. Po kryeni ashtu siç ju thonë. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thotë: e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: ummuhu waladtuhu ka yawma raja'a yafsudu wa lam yarfud falam albayta hadha hajjatan. Kush e kryen haxhin edhe nuk bën punë të liga e as mëkate, ai kthehet i pastër, kthehet pa mëkate sikur atë ditë që e ka lidhur normalitetina. Po kjo është vlera që e përshkruan pejgamberi alayhis salam për mes këtij hadithi, dhe ka hadithe të shumta që e përshkruajnë vlerën e haxhit, po na nuk këtë hadith që e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Prandaj nuk duhet harruar se për haxhin e planuar nuk ka shpërblem tjetër përveç se xhenetit. Ndërsa vetë haxhit janë best, janë të dashurit të Zotit xhelle shanuhu. Nëse e lusin Allahun xhelle shanuhu, ajo përgjigjet. Nëse i kërkojnë diçka, ajo jep. Nëse kërkojnë për një falë gjunat, ata Allahu xhelle shanuhu fal. Pra lusim Allahun xhelle shanuhu që të gjithë muslimanëve po mundësoj që të kryejnë ibadetin dhe shtypen në fesë islame, ta vizitojnë hibën e tyre, ta vizitojnë Qabën e dërguar, drejt se cilës falen 5 herë në ditë. Allahu na mëson ya Rabbel Alamin.